Zoti Melazim Koçi është me ne në studio, ashtu si thamë edhe në fillim të këtij edicioni, do të flasim për zhvillimet politike, bllokadën aktuale politike, por edhe zhvillimet në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara dhe raportet aktuale të Kosovës me aleatet. Atëherë zoti Koçi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zoti Koçi, flasim fillimisht për këtë zhvillimin e fundit që e pam edhe në lajme ndërkombëtare. Danimarka është shteti i fundit që ka ngritur shqetësimet për shkeljen e hapësirës ajrore, ndërkohë edhe në Kosovë ministri i punëve të brendshme ka konfirmuar që hapësira ajrore e Kosovës mund të shkelur nga Serbia. Për çfarë kërcënimi po flasim, me çfarë përmasa? Mendoj se kemi të bëjmë me të njëjtin zhvillim, por që do të dirigjohet nga Moska. Atje prekja e hapësirës territoriale të Estonisë, Polonisë, tani Danimarkës, Rusia është duke testuar NATO-n, më konkretisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra testojnë si do të reagonin dhe nëse fare do të reagonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është evidente që forcat evropiane nuk janë as të disponuara dhe as nuk kanë kapacitet dhe potencial për t'ju kundërvënë ndonjë provokimi më të madh të Rusisë. Është dileme madhe pasardhjes së presidentit Trump se cili mund të jetë reagimi i Shteteve të Bashkuara në rast të një provokimi më serioz, sepse ka qëndrime bukur të luhatura të presidentit Trump. Shpesh pohon që evropianët duhet të mbrojnë vetveten. Kjo ka vënë në sprov gjithë aleancën veriatlantike dhe unë mendoj se Putin aktualisht është duke i testuar dhe duke i sprovuar deri ku mund shkoj sfidimi i aleatëve antarë të NATO-s pa reagim nga Shtetet e Bashkuara. Dhe normalisht që tentojnë të përçajnë NATO-n. Ta përçajnë NATO-n, ndërka sa i përket asaj që ka deklaruar zoti Sveshla, mendoj se është e njëjta gjë. Por, ajo që bën Rusia në atë pjesë të Evropës, e bën sateliti i saj në Ballkan, dhe unë i besoj atij pohimit të zotit Sveshla, me siguri kanë prekt. Do thotë një Tash Kosova më e rrezikuar duke mos qenë as pjesë e NATO-s edhe organizatave tjera. Normalisht, sepse në rastin e Kosovës nuk aktivizohet dispozita 5 e Aleancës Veriatlantike. Ndonse, sipas rezolutës 1244, KFOR-i ka kompetencë që të reagojë në rastet kur preket integriteti territorial i Kosovës. Tani kanë qenë edhe dy zhvillime tjera këto ditë që ndoshta kanë kalu pa hetueshëm, por që ndoshta e konfirmojnë këtë që është duke thënë zoti Sveshla. Tazëm ishte një vendim i KFOR-it që një marrëveshje me Euleksin për strehimin e tyre të shpejt. Nuk u dhanë ndonjë shpjegim tjetër, marrëveshje do të thotë me Euleksin, dhe dyta dhënia e hapësirës, do të thotë ndalimi i fluturimeve mbi hapësirën e Kekut. Nuk e kanë bërë pa ndonjë arsye, do të thotë. Mund të jetë që kanë pasur sinjale që mund ketë provokime edhe në atë rafsh. Do të thotë kemi të bëjmë me të njëjtin sulm që shkon në raport Moskë, pjesa veriore e Evropës, dhe të njëjtin gjë bën edhe Serbia në Ballkan në raport me Kosovën. Unë nuk përjashtoj mundësinë që këto veprime të përshkallëzohen në periudhën e ardhshme. Tani në cilat përmasa nuk e di, por nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë përshkallëzim në atë drejtim. Dhe atë duhet që të paktën liderët tanë që gjenden në New York ta ngrisin këtë me këto takimet e nivelit lartë, pasi që po ngritet edhe nga shtete tjera. Mendoj se gjithsesi në takime mund të bëjnë edhe një gjë tjetër. Atje ka numër të madh të gazetarëve të akredituar pranë Kombeve të Bashkuara, mund të thrasin, do të thotë, një konferencë për shtyp, të brifojnë, të informojnë gazetarët që atje gjenden, do të thotë, nga gjitha pjesët e botës, nëse asgjë tjetër ti përgjigjen fjalimit shumë agresiv të mbrëmshëm të presidentit serb Vučić, i cili nuk dallonte në raport me Kosovën, fjalimi i tij nuk dallonte fare nga fjalimet e Slobodan Miloševićit para 36 vitesh në Fush Kosovë ose në Gazimestan. Me tone të ashpra. Ishte shumë i ashpër sepse tha 3 gjëra, do të thotë post tjera, Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë, dhe është pjesë e qenjes së identitetit nacional dhe kulturor të Serbisë, dhe se në Kosovë po u përndjek kanë serbët. Do thotë, këtë udhëheqësit tanë që tani aktualisht gjenden në New York mund ta bëjnë përmes një konferencë për shtyp, kjo është mendimi im, supozimi im vetëm, që t'i kundërvijen asaj propagande të rrajshme të Vučićit, shumë agresive, po them që nuk shumë pak dallonte nga
sqarimet e Slobodan Miloševićit në periudhën para 36 vitesh. Po, megjithatë në kohë kemi parë sot edhe një takim të presidentes me Kaja Kallas, e cila ja ka përsëritur kërkesën për heqjen e masave ndaj Kosovës. Tani sa të rëndësishme janë këto takimet e këtij niveli dhe cilat janë çështjet kryesore tjera që do duhet t'i adresohen liderët në këtë, sa i përket diplomacisë, në këto takime. Tani takimi me zonjën Kallas është i rëndësishëm, ka rëndësi, por ajo që pam një ditë më herët do të thotë takimin me zotin Rubio, kjo nuk mendoj që është kishte disproporcion, ndërsa zoti Rubio priti presidentin e Serbisë, Vučić, në takim zyrtar, do thotë, dhe doli me tfit për përmbajtjen e atij takimi, por që pritet fillimi i dialogut strategjik Serbi-Shtetet e Bashkuara. Kjo zonja Osmani ishte më shumë kam përshtypje. Zonja Osmani tha që ka pasur zyrtarisht që ka pritur ajo tha që ka pasur bisedime substanciale, por unë nuk jam i sigurt sepse zoti Rubio nuk doli me tfit si që doli në rastin e presidentit Vučić për të pohuar që ka pasur bisedime me zonjën Osmani. Nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë qenë takim në një takim më të gjerë, do thotë, po them pritja e takimi i zonjës Osmani me zotin Rubio nuk është i nivelit që ishte ai zoti Rubio me presidentin serb Vučić, dhe kjo është hera dytë që përsëritet, do të thotë, edhe para një muaj ose një muaj gjysmë nëse nuk gabohem, gjatë qëndrimit të presidentes Osmani në Washington, atë kohë Gjurić qëndronte, ministri i jashtëm i Serbisë qëndronte në Washington, u pritë nga Marco Rubio, por jo edhe presidentja. Mendoj se ka disproporcion, do të thotë, për shkak të raporteve kisha për të jo normale aktualisht ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Është absurde që Kosovës t'i pezullohet, do të thotë, fillimi i dialogut strategjik, ndërkaq me Serbinë të fillohet. Vetëm 25 vite pas bombardimeve, do duhet ishte e kundërta, por ja që me veprimet e ngata të udhëheqësve tanë, besoj, unë ashtu s'po mendoj, jemi në defanzivë në raport me Serbinë, do të thotë. Ata tani kanë dalë në avantazh, janë në avantazh sa i përket raportit me Shtetet e Bashkuara. Mendoj që një pjesë e madhe fajt i takon Kosovës, udhëheqjes kosovare. Po, dhe aktualisht çfarë momentumi janë raportet e Kosovës me SBA-n, duke parë edhe këtë që thoni me Marco Rubion, pezullimin e dialogut strategjik, gjitha këto zhvillime. Tani nëse në pikat shkurtra, atë kryeministri thotë që nuk kemi prish denat mos me Amerikën, vetëm po zmadhohet. Nuk është e rëndësishme çfarë thotë zoti Kurti. Është e rëndësishme çfarë thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për raportin Kosovë-Amerikë, është i rëndësishëm qëndrimi i Shteteve të Bashkuara, jo i joni, ne nuk jemi superfuqi, ne, janë ata. E ne atë qëndrim e kemi lexuar, do të thotë. Ata që duan të lexojnë drejt, e kanë pa në kumtesën e ambasadës amerikane, kur bë pezullimi i dialogut strategjik, mandej e hetuam edhe në 2 intervista të zotit Hovenier dhe të zotit Jonathan Moore. Unë mendoj se ata ishin shumë objektiv. Zoti Hovenier, ju e dini, është një personalitet që ka ndjekur një kohë shumë të gjatë raportin Kosovë-Serbi, ka qenë i angazhuar dhe është i njohur për qëndrim shumë miqësor në raport me Kosovën. Ai ishte kritik, do të thotë, tha që kemi të bëjmë me frustrim më afatgjatë të Shteteve të Bashkuara që ka kulminu në këtë moment për shkak të raportit rreth zgjedhjes së nënkryetarit serb, zhagitjes së formimit të institucioneve dhe veprimeve të njëanshme në veri. Zoti Moore shkoi edhe më larg, Jonathan Moore tha raportet janë të këqija. Unë mendoj se ata kjo e vlerësimi i real, i drejt i raportit sot Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Tentimet për t'i amortizuar këto qëndrime nuk i bëjnë shërbim Kosovës. Kosova duhet t'i vlerësoj, do të thotë, realisht t'i vlerësoj gjërat, në mënyrë që t'i përmirësoj, që t'i korrigjoj. Përndryshe ne mund ta mashtrojmë vetveten, të themi se jo, ne kemi raporte të mira me Shtetet e Bashkuara, por nëse Washingtoni nuk mendon ashtu, pohimet tona nuk kanë kur garancie. Po, dhe cilat do të ishin pasojat në rast se nuk ka një adresim më shpejt të këtyre kërkesave dhe këtyre kritikave që në vazhdimsi janë thënë Kosovës? Tani, masa e shqiptuar e konsideroj gjysmë masë, nuk është më shumë qortim se sa masë, sepse ai dialog ende nuk ka filluar. Ai ka pasur të fillojnë nga fundi i këtij viti. Do të thotë është pezulluar diçka që ende nuk ka filluar. Por nëse nuk do të ketë reflektim
nga zyrtarët tanë, reflektim shumë serioz për gjërat që ata i kanë ngritur, mendoj se mund pasojnë masa më të rënda, më serioze. Kjo është më pakta çfarë ata mund të bëjnë në raport me Kosovën, por unë uroj që klasa jonë politike t'i lërë anash lojrat elektorale, të lërë anash populizmin dhe të jetë më sinqert me partnerin tonë strategjik. Kosova mund të mbjetoj edhe pa Bashkimin Evropian, edhe pa fqinjet, edhe pa gjithë, por nuk mund të mbjetoj në bindjen time pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata kanë qenë nga viti 92, 90, ata kanë qenë iniciuesit të gjithave, edhe të vijes së kuqe, nëse ju kujtohet vitin 92, po them për shkak gjeneratave më të reja, do të thotë ajo vije kuqe është vënë vetëm për Kosovën, nuk është vënë as për Kroacinë as për Bosnjën, kanë mundur ta vënë, nuk e kanë bërë për Kosovën. Atë premtime kanë mbajtur në vitin 99, kanë shtyrë përpara çështjen e pavarësisë Kosovës, kanë ndihmuar në gjitha njoftjet gati, njoftjet e ndërkombëtare të Kosovës. Prandaj të neglizhohet raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se mund të jetë rrezikshme për Kosovën, shumë rrezikshme. Është diçka tjetër raporti me Bashkimin Evropian. Unë e kuptoj problemet që qeveria jonë mund t'i ketë me Bashkimin Evropian. Aty janë 27 zëra, ata nuk mund të merren vesh për asgjë. Nuk kanë konsenzus dhe kanë qëndrim jo korrekt, jo drejt në raport me Kosovën. Kjo është evidente, do të ta mbash Kosovën nën sanksione, ndërkaq që 2 vite kalojnë pa nga sulmi në bankë dhe asnjë masë ndaj Serbisë, kjo nuk është korrekte, por ky qëndrim nuk ka qenë më herët nga ana Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara nuk kanë zbatuar asnjë masë, ishin zhvillimet e fundit në Kosovë që i detyruan të ndërmarrin atë që e bërën. Dhe sa të arsyeshme janë gjitha këto kërkesa dhe kritika që SBA-t i kanë rënditur ndër këto vite dhe në fund kanë ardhur deri te ky vendimi për pezullimin e dialogut strategjik? Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkesa ndaj Kosovës. Nëse analizoni me qetësi, ata nuk kanë asnjë kërkesë, kanë do të kërkojnë që të respektohet, as në kontekstin në qëndrimet e tyre të fundit, që të respektohet një pozicion i nënkryetarit serb në kuvendin e Kosovës që në bindjen time nuk ka kur rëndësi, që zero rëndësi ka. Kur rëndësi s'ka posti i nënkryetarit serb në kuvendin e Kosovës. Është diçka tjetër që ne kemi të bëjmë me lojrat partive tona politike dhe shkaktojnë problem për asgjë. Ai pozicion është i rezervuar për serbët, është i garantuar. Prandaj është çesharake, është pa kuptim që të krijosh problem, të shkoj deri nëpër masat ndërkombëtare, deri nëpër masat e reagimit të Shteteve të Bashkuara për një pozicion i cili nuk ka, po them, zero shëndësia për nënkryetarit serb dhe gjithë nënkryetarëve të tjerë. E dyta, ai pozicion do të jetë 3-4 muaj deri në shpërndarjen e ardhshme të parlamentit. Nuk e kuptoj pse shkaktojnë problem partitë tona politike, pse nuk janë marrë vesh atë ditë kur u morën vesh për zgjedhjen e 3 nënkryetarëve shqiptar, pse nuk janë marrë vesh që bashkë gjithë votojnë përfaqësuesin serb, nënkryetarin serb dhe mos shkaktojnë probleme. Kanë shkaktuar problem e kanë trillu problemin, e kanë kriju problemin. Problemi nuk është, blokada nuk është shkaktuar nga serbët. Ndoshta ata duan blokadën. Unë mendoj që ata duan blokadën, por nuk e kanë shkaktuar. Blokadën e kanë shkaktuar partitë politike shqiptare. Është dashur tulen, bisedojnë, siç janë marrë vesh për 3 nënkryetarë të partive shqiptare, është dashur tulen, bisedojnë dhe të votojnë edhe përfaqësues, edhe nënkryetarin serb, dhe mos shkaktojnë probleme pa kurfar nevojë që tani shkon deri në Washington. Ta konsideroni që ka një strategji brapa kësaj blokade për nënkryetarin e komunitetit serb apo çfarë? Unë mendoj se është gara elektorale. Vetëm gara. Po është për të ardhur keq, që çështjet e këtilla kaq të ndihshme shfrytëzohen për gara elektorale. Po të mos ishte garë elektorale, ata u morën vesh, nëse ju kujtohet, për një gjysmë ore u morën vesh për 3 pozicionet e nënkryetarëve shqiptarë. Pse nuk u morën vesh edhe për nënkryetarin serb? Ajo është, po them edhe një herë, po përsëris, ajo është pozicion i garantuar, i rezervuar për serbët. Thjesht e kanë ushqyer narrativen serbe, pikërisht narrativ për cilën flet Vučić, që është e gënjeshtërt. Që ai çfarë foli mbrëm në New York ishte 100% gënjeshtër. Se fliste për serbët e përndjekur, por kjo çfarë ne bëjmë është ushqimi i asaj narrative. Pa vetëdijshëm do të thotë. Për çka? Për një pakicë e cila është më e privilegjuara, nuk besoj të ketë pakicë në botë që është kaq e privilegjuar si pakica serbe. Por me ngatësia e udhëheqjes tonë
do të thotë ushqen narrative në Serbin për masa ndërkombëtare. Po, dhe zotni Koci tani ju po thoni që i takon kjo e drejtë në kryetarit komunitetit serb. A mund pritesh që gjykata kushtetuese do dalë me një vendim të tillë të krijojë t'jap një precedent që shumica serbe kushdo që është brenda kuvendit do duhet i takojë në të ardhmen në kryetarin serb? Ajo i takon. Po. Edhe sipas dokumentit të atitarit i takon edhe sipas kushtetutës sonë do të thotë. Nëse udhëheqësit tanë, partitë tona politike do të kishin 5 parë mend, po shpreh në mënyrë popullore do tuleshin pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, pavarësisht atij vendimi, do tuleshin, do të merreshin vesh që përfaqësuesi serb të zgjedhet pa të votohet nga të gjithë, të mos shndrohet në betejë elektorale, sepse ne e pam atë ditë. Do të thotë aty tentohet që njëra palë të akuzohet si pro-serbe, tjetra më pak ose anti-serbe. Është garë thjesht elektorale, po nuk e kanë zgjedhë mënyrën. Kjo nuk është mënyra për të legjitimu para opinionit, është populizëm shumë nuk e do të thotë është kundërproduktive, shumë kundërproduktive. Në bindjen time nuk e di çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese, mund ta kthej procesin mund pohoj që parlamenti është konstituu, por në takimin e parë i takon, duhet në mënyrë imperative ta zgjedhë nën kryetarin serb. Çështja zgjidhet, nuk ka asnjë problem. A keni parë problematike edhe çështjen e ndarjes nën kryetarëve, mënyrën se si janë votuar proceset ndarjes, jo në pako? Shiqo, kjo çështje në kushtetutë dhe rregullore nuk është e saktuar për të qenë sinqert, por në bazë të praktikave të mëhershme, ashtu siç u zgjedhen nën kryetarët shqiptar në pako, ashtu është dashur të zgjedhen në pako edhe përfaqësuesi pakicës serbe dhe pakicave jo serbe. Dhe në njërin nga vendimet gjykimet e fundit të gjykatës kushtetuese thuhet do të thotë, gjykata kushtetuese thirret në praktikat e mëhershme. Praktikat e mëhershme kanë qenë që partitë shqiptare zgjedhen në pako dhe partitë nën kryetari nga pakica serbe dhe jo serbe zgjedhen në pako. Zoti Basha nuk e zbatoi, jetësoi këtë praktikë të mëhershme dhe ja ku jemi. Nuk e përjashtoj mundësinë që gjykata kushtetuese dy mundësia, një, të pohoj që parlamenti është i konstituar, dhe vërtet është i konstituar, po tani nuk kjo është pak lojë fjalësh kjo, dhe të pohoj që në takimin e parë të zgjedhet nën kryetari nga radhët e serbëve, në pako me pakicat jo serbe ose ndara, sepse do të ishte edhe jo korrekte që zonja Emilia Regjepi që në formë krejt të rregullt e votu, do të kthehet, nuk do të ishte korrekte, nuk do të ishte mirë. Por gjithë ky problem mund të zgjidhet me vullnet të mirë të partive tona shqiptare, nëse ato merren vesh para takimit që gjithë pa përjashtim ta votojnë përfaqësuesin serb, u takon, është pozicion i rezervuar i tyre dhe ta hekin nga rendi ditës. Po, megjithatë zotni Koci edhe pak ditë kanë mbetur nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe përfundimi i kësaj masës së përkohshme. A mund presim një reflektim nga partitë politike që pas një vendimi i gjykatës kushtetuese të ecim tutje me formimin e institucioneve apo më shumë po shihni si zgjedhje opsion dërgimin e vendit në zgjedhje? Në bindjen time disponimi është për zgjedhje. Të gjithëve? Të gjithëve, kisha për të thënë. Nga fillimi i krizës, i blokadës, nuk ka pas, jo vetëm që nuk i kanë numrat, do të thotë është evidente, pavarësisht çfarë thotë vetëvendosja dhe opozita, nuk i kanë numrat as vetëvendosja as opozita për qeveri, por është shumë interesant që as nuk ka pas vullnet, nuk ka pas entuziazëm nga marsi, do të thotë për ta bërë qeverinë. Ka qenë do të thotë një përpjekje e vetëvendosjes me atë letrën kur ju dërgu lidhjes demokratike. Kjo ishte përpjekja vetme, por për të qenë sinqert unë mendoj se nuk ishte letër e sinqert, sepse koalicionet qeverisë nuk bëhen me letra. Letra ishte më shumë justifikim për të mos bërë qeverinë, për të thënë para opinionit ne bëm përpjekje, po ja që lidhja demokratike nuk është konstruktive. Mendoj se nuk ka pas gatishmëri, ende mendoj që nuk ka gatishmëri. As nga vetëvendosja, as nga opozita për të bërë qeverinë, sepse taktizojnë, kanë llogaritë cilat është shumë vështirë ti deshifrosh nga pozicioni ynë, shumë vështirë është çfarë llogari bëjnë, duke se është ndërlidhur pak edhe me zgjedhjen e presidentit ose presidentes pas 6-7 muajve dhe askush nuk e do patatën e nxehtë në këtë moment, duke e ditur që pas 4-5 muajve prap shkohet në zgjedhje. Dhe druaj që ne do të mbetemi deri në fillim të vitit ardhshëm në këtë blokadë, do të thotë
Këto çfarë ndodh me serbin, me përfaqësuesin serb, ajo çfarë ndodhi me zonjën Haxhiu, pastaj zgjedhja zotit këto janë gjitha vetëm justifikime ishin të thotë. Ishin vetëm pretekste për ta zhagit çështjen, për të mos ardhur te situata kur duhet të formosh qeverinë ose ai mandati i shkon opozitës dhe pastaj shkohet në zgjedhje deshte apo nuk deshte. Dy palët, qoftë vetëvendosja, qoftë opozita, këta 7 muaj kanë blerë kohë, nuk kanë dashur të... Dhe cila është pasqyra që ju a kanë dhënë qytetarëve me gjithë këto blokada, me gjithë të gjuhën polarizuese, mungesën e bashkëpunimit mes partive politike, për çfarë spektri politik po flasim tani? Tani, më pakta që më thuhet është që është, s'po duhet të them, është e turpshme çfarë kanë bërë. Sinqerisht është e turpshme, sepse kanë kërkuar votën, e kanë marrë atë votë dhe e kanë përbuz praktikisht. Kanë tradhtu votuesin. Zgjedhjet kanë qenë pavarësisht disa rregullta, qytetarët kanë kryer obligimin e tyre, klasa politike për shkak të kalkulimeve të veta do thotë e ka tradhtu votuesin, mendoj se ka ramje të kredibilitetit të gjithë klasës politike. Dhe në zgjedhjet e ardhshme kur do të qoftë që do të mbahen ato, kam përshtypjen që do të ketë rënje të daljes në zgjedhje, nuk do të dilet në zgjedhje si në rastet e deri tashme, sepse është humbur të një pjesë e opinionit, është humbur besimin në klasën politike. Po, dhe në anën tjetër cilat janë pasojat për shqiptarët për vendin me gjithë këto zhvillime ndërkombëtare, tani dhe këto tema? Tani, pasojat e brendshme ju dini dhe më mirë se unë, ka bordet e pakompletuara, rrezikohet madje edhe çështja e buxhetit për vitin e ardhshëm nëse në pak kohë nuk formohet qeveria, që do të rrezikonte paralizë komplete në Kosovë, ndërkaq që në planin e jashtëm mendoj që pasojat janë më të rënda. Ne jemi kosovarë dhe jemi mësuar të jetojmë edhe në rrethana më të vështira, por pasojat në rrafshin ndërkombëtar janë shumë serioze sepse dërgohet mesazh që klasa politike e Kosovës nuk e ka shkatësinë për të bërë kompromis, për të bërë koalicione, për të lëshu pe, dhe e dyta nuk është në gjendje me lexu seriozitetin e situatës në raportet ndërkombëtare. Do thotë është pa kuptueshme që në këto rrethana kur nuk di është situatë shumë e ndjeshme ndërkombëtare. Ne nuk e dimë si do të përfundojë, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe ndarje të reja gjeopolitike. Dhe ato të ndodhin pa na pyetur fare. Fakti që sot në Washington, në Shtetet e Bashkuara qëndrojnë edhe zonja Osmani, edhe kryeministri Kurti, edhe ministri e jashtme Donika Gërvalla, por nuk ka asnjë takim me krerët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, spaku me zotin Rubio, nuk është sinjal i mirë për Kosovën. Është do të thotë nuk është më ajo që ka qenë, do të thotë. Ka qenë përpara e paimagjinueshme që nëse presidenti i Serbisë dhe i Kosovës qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara, pritet presidenti serb dhe jo i Kosovës, ka qenë e kundërta. Kosova nuk ka qenë fare shtet në vitet 90-ta dhe është pritur minimum në nivelet e Serbisë, edhe më të larta. Ndërkaq sot jemi vend i pavarur dhe na ndodh që Vučić, Đurić para një muaji priten nga zoti Rubio, atë që kjo nuk ndodh me udhëheqësit tanë. Dhe ku janë gabimet më të mëdha diplomacisë për këtë që e thoni sot? Tani gabimet janë, mendoj që gabimi esencial në këtë mandat ka qenë të mos kuptuarit drejt marrëveshjes franko-gjermane. Unë mendoj që ajo është, zoti Kurti ka bërë shumë mirë që ka nënshkruar marrëveshje. Nuk është i saktë qëndrimi i disa opozitarëve që thonë se ka gabu, nuk ka gabu absolutisht, por ka gabu me vonë. Ka gabu kur ka hezitu ecë përpara me atë marrëveshje. Ajo marrëveshje në esencë ka pasur tentimin që Kosova të avancoj drejt organizatave ndërkombëtare nga Këshilli i Evropës deri në NATO, pavarësisht qëndrimit të Serbisë. Pra, nuk kishte rëndësishme a njeh de facto apo de jure Serbia Kosovën. Nëse Kosova do ta negocionte marrëveshjen franko-gjermane me partnerët euroatlantik dhe të thoshte që po, ne do t'i përmbushim obligimet nga kjo marrëveshje, pavarësisht qëndrimit të Serbisë. Nuk na intereson njohja e Serbisë. Por, kërkojmë që paralelisht përmbushjes së
marrëveshjes franko-gjermane të avancojmë drejt jo vetëm Këshillit të Evropës, sepse nuk është ndonjë kush e di çka Këshilli i Evropës, por drejt NATO si garancë e sigurisë. Sepse në instancë fundit nëse asociacioni do të bëhej garancë që ai nuk shndrohet në monstrum, është antarësimi në NATO dhe Kosova ka mundur ta bëjë këtë. Ta kurszoj bërjen e një asociacioni pa kompetenca ekzekutive me antarësim në NATO. Ne këto ditë kemi do të thotë një propozim të një kongresmeni shumë të respektuar, ajo është zotit Mast, për që antarësimi i Kosovës në NATO bëhet prioritet i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Unë mendoj se është një iniciativë shumë serioze, sepse ai është kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme në Kongres. Do të thotë nuk është kongresmen i rëndomt nga 500 sa, por është kryetar i Komisionit për Politikë të Jashtme. Mendoj se është shumë serioze dhe Kosova në rrafshin e politikës jashtme mendoj se Kosova ja ka huqur me marrëveshjen franko-gjermane. Ka bërë shumë mirë që ja ka pranuar. Por pastaj kërkesat për nënshkrim nga ana e Vučićit nuk kanë qenë të Ishin kuqe konsiderone. Unë mendoj që kanë qenë kuqe. Megjithatë, si do duhet procedonte Kosova me çështjen e asociacionit me këtë propozimin që tani e ka aktualisht në tavolinë? Me ky propozimi që është në opsionin tavolinë, betën? propozimi që është në tavolinë nuk është i papranueshëm. Nëse asgjë tjetër, arbitrazhin e ka që nuk mund të kalojë. Arbitrazhi atë pjesë të veriut e shpall praktikisht jashtë ingerencave të Kosovës. E nxjerr jashtë sepse i ka 3 antarë, njëri është shqiptar, njëri serb i veriut dhe një ndërkombëtar. Do të thotë 2 me 1. Dhe nuk i nënshtrohet as gjykatës kushtetuese, por ai situacion mundet me u korrigju nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse fjalën e fundit i jep gjykata kushtetuese. Dhe e dyta, unë mendoj që një draft i tillë i korrigjuar nga gjykata kushtetuese dhe një komunikim me sidomos me Shtetet e Bashkuara në Washington në kuptimin që po ne e bëjmë, por dhe fuqizojnë në momentin që na antarësonin në NATO si garancë sigurie. Unë mendoj se do të kalonte. Do të mirëpritej, sepse është shumë i arsyeshëm do të thotë. Antarësimi në NATO si garancion që asociacioni nuk shndrohet në monstrum, që është partallon Kosovë. Kjo do të mirëpritej, por jo kërkesa nga Serbia për nënshkrimin e Vučićit, sepse nuk e ka Vučići as seriozisht, edhe dyta nuk ka kur farpeshë në nënshkrimi i Vučićit. Një situacioni është çështje e brendshme e Kosovës, nuk ka lidhje me Vučićin. Është çështje ekskluzivisht e brendshme e Kosovës dhe raportit të Kosovës me pakicën serbe këtu, dhe normalisht me bashkësinë ndërkombëtare. Dhe cila është frika e Kurtit, pse nuk e ka dërguar deri më tani në gjykatë kushtetuese? Nuk e ka dërguar, tani unë nuk du të spekuloj, unë thash ka bërë mirë që e ka pranuar marrëveshjen, sepse Kosova do të fajsohej nëse refuzonte, por ka bërë gabim që nuk ka ecur përpara me te, nuk ka ecur përpara sepse ai ka ardhur në pushtet do të thotë me tezën që nuk e bën asociacion ose zajednicën, siç e quante ai. Tani dërgimi në gjykatën kushtetuese do t'i kushtonte në kuptimin elektoral dhe besoj që mendoj që ky ka qenë. Madje mendoj që edhe kjo zhagitja 7 mujore tani pikrisht ka të bëjë me marrëveshjen franko-gjermane. Nga dy palët e dinë që në momentin që formohet qeveria në tavolinë do të gjenden kërkesat që dalin nga marrëveshja franko-gjermane dhe asnjëra palë, as vendosje dhe as opozita nuk duan të marrin ato obligime, sepse e dinë që duhet shkohet në zgjedhje prapë në mars-prill dhe të humbin elektorat. Prandaj kemi ngërshim. Po, dhe kretë në fund zotikote si mund të rikthehemi në dialog me gjitha këto çështje, me gjitha këto probleme, si në anën e Serbisë, ashtu edhe në anën e Kosovës, edhe këto tensionet pastaj me serbët në veri. Si mund të rikthehet procesi i dialogut? Unë Sheni si problematike. Unë kam një qëndrim tjetër për dialogun. Mendoj që dialogu i Kosovës me Serbinë ka përfunduar. Ai ka marrë fund. Në momentin që Ana Brnabić ka dërguar letër në Bruksel, që hedh poshtë marrëveshjen franko-gjermane, unë mendoj se në atë moment dialogu Kosovë-Serbi ka marrë fund. Ai mbahet vetëm sa për të thënë që po dialogojmë. Kosova është dashur dhe duhet ta formulojë në iniciativë një roadmap të vetën si të veprojë. Atë që thash do të thotë të komunikojë një me serbët e veriut, pa praninë e Beogradit, dhe dyta të komunikojmë me Washingtonin dhe Brukselin në kuptimin atë që thash do të thotë po ne do t'i përmbushim obligimet që i kemi marrë, por edhe ju duhet t'i përmbushni obligimet e juja. Cilat janë ato? Në marrëveshjen franko-gjermane figuron përfshirja e Kosovës në organizatat ndërkombëtare deri në NATO nëse i përmbush obligimet e veta. Dhe ato mund shkojnë vetëm paralelisht. Dhe jo Kosova t'i përmbush
obligimet nga marrëveshja franko-gjermane, ndërkaq që bashkia ndërkombëtare ti zhargiti. Jo, nuk mund të shkojë ato. Kosova mund ta injorojë Serbinë dhe është mirë ta injorojë Serbinë. E kanë hedhë poshtë marrëveshjen, nuk na intereson njohja nga Serbia, na intereson do të thotë një dialog mes serbët e Kosovës dhe me bashkinë ndërkombëtare për përfshirjen në organizatat ndërkombëtare deri në NATO. Unë mendoj se kjo do të ishte rruga më produktive e Kosovës. Dhe kemi parë këtë dialog brendshëm këto dy fatkeqësisht nuk e kemi parë. Fatkeqësisht jo, ndoshta nuk ka qenë lehtë. Nuk është lehtë komunikohet me ta sepse janë dirigjuar nga Serbia, do të thotë. Serbët këtu janë dirigjuar nga lista serbe nga Serbia, nuk është lehtë me komuniku me ta. Vështirë është, por mendoj që po të ishte mbajtur kontakti me Brukselin dhe Washingtonin, raport më i shëndosh, më i mirë me Washingtonin dhe Brukselin, serbët e veriut do të detyroheshin të komunikonin dhe të bashkëpunonin me udhëheqjen në Prishtinë. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë.